Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë Andi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e njëjtë, data shënon 21 maj për vitin 2026 dhe me programin e mëngjesit do të qëndrojmë patjetër si çdo mëngjes nga ky moment deri në orën 9. Do të njihemi me titullat e gazetave për sot, për çfarë shkruhet në të përditshmet që na kanë mbritur në redaksi. Do të marrim zhvillimet e orëve dhe minutave të fundit, do të kthehemi pas në kohë për titullat e gazetave në 21 maj të vitit 1997 për të kuptuar dhe aktualitetin e asaj koha, po të asaj periudhe shumë vështirë për shqiptarët. Do të komunikojmë së bashku për temën e ditës e jo vetëm, gjatë ditës të sotme do të kemi në studio zotin Kujtim Moxha, ekspertin për pensionet, nuk e kishim ditën e dieshme paga shumë si që kemi pasur zakonisht të mërkurave, kështu që keni mundësi që në pjesën tjetër të programit do t'ju njoftoj sërish, telefononi dhe të bëni pyetjet tuaja në lidhje me paqartësinë që keni për pensionin tuaj, bonusin mujor apo gjithçka tjetër. Parashikimi i modit, parashikimi i yjeve po ashtu. Nisim së pari me rubrikën çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme, edhe një sy zhvillimet kryesore. Duke nisur me seancën plenare. Në orën 10, Kuvendi do zhvillojë seancën e radhës plenare, ku në fokus do t'jetë një sëri interpelancash me antarët e kabinetit qeveristës. Në rendin e ditës janë parashikuar interpelancë urgjente me kryeministrin Rama, me ministrin Lamallarit, kërkuara nga deputetët Partisë Demokratike. Po ashtu deputetët do zhvillojnë diskutime apo edhe të seancën pyetje-përgjigje me disa ministra, me ato të shëndetësisë e Vis Sala, me të infrastrukturës dhe energjisë Karakaçi, me ato të bujqësisë Andis Salla. Në seancë do të shqyrtohen edhe disa projekt ligje, përfshirë ratifikimin e kontratës financiare me Bankën Europiane të Investimeve për projektin Porta e Alpeve, si dhe ndryshimin e ligjin për burimet ujore dhe rregullore në Kuvendit. Por rreth e kësaj çështja pjesë kryesore janë një sër interpelancash, disa interpelanca njëra pas tjetrës me antarët e kabinetit qeverisës, e para në radhë është ajo me kryeministrin Rama. Sot në orën 11 do zhvillohet një aktivitet përkujtimor në nder të Artan Lames në përvjetorin e parë të ndarjes nga jeta. Në këtë takim përkujtimor do të marrin pjesë familjar, miq, bashkëpunëtor, figurat njohura të jetës publike dhe politike për të kujtuar kontributin e tij si publicist, studiues dhe koleksionist. Në kuadër të aktivitetit do të mbahet edhe një simpozium përkujtimor, Shqipni e harrume, një aventurë shqiptare përmes fotografisë.